bëri të gjithëve një familje, na mblodhi të gjithëve motra dhe vëllezër, nuk e njohim njëri tjetrin, por Zoti na bëri të njohur me njëri tjetrin, dhe tani me plot gojë motra dhe vëllezër, aleluja, i themi njëri tjetrit motra ime, vllai im, domethënë jemi një familje. Dhe kudo që shkojmë motra dhe vëllezër, aleluja, kemi shtëpi, kemi dyert të hapura, lavdi Perëndisë. Këtë e bën vetëm Zoti dhe thot kush ka lënë gjithçka për emrin tim, thot, dhe unë nuk i dash 100 fish, thot Zoti. E falenderojmë Perëndinë. Dhe Zoti na bëri një familje dhe gjithë kisha, motra dhe vëllezër, funksionon si një trup i vetëm, ku të gjithë së bashku jemi gjymtyr të njëri tjetrit. Gjymtyr që i shërbejmë njëri tjetrit, këti trupi, motra dhe vëllezër, aleluja, që është trupi i Krishtit. Kisha është trupi i Krishtit. Të gjithë së bashku jemi gjymtyrë në këtë trup, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe Zoti gjymtyrëve të shpërndarë ju ka dhënë të gjithëve nga fryma e tij, që secili të ketë funksion në këtë trup, motra dhe vëllezër. Pa frymën e shenjtë nuk funksionon, motra dhe vëllezër, aleluja, asnjë gjymtyrë dhe asnjë trup, motra dhe vëllezër, aleluja. Por fryma e shenjtë na është dhënë sepse Zoti thot askush nuk mund të bëjë asgjë pa Zotin, motra dhe vëllezër. Pa mua ju nuk mund të bëni dot asgjë. Dhe Zoti na ka dhënë frymën e shenjtë që ne të funksionojmë në udhëheqjen e Zotit tonë. E falenderojmë Perëndinë për të rritur trupi. Kur funksionojmë me njëri tjetrin, motra dhe vëllezër, aleluja, nëpërmjet frymës së shenjtë rritet trupi. Si mundet, motra dhe vëllezër, aleluja, të rritet trupi? Trupi rritet vazhdimisht, motra dhe vëllezër, kur funksionon fryma e shenjtë në një bashkësi dhe funksionojnë dhuntitë e frymës së shenjtë në një bashkësi. Prandaj Zoti na këshillon të gjithëve, kërkoni thotë dhunti frymërore. Për çfarë arsye, motra dhe vëllezër, aleluja? Do t'i marrin me vete? Do të na duhen dhuntitë për në qiell? Jo, motra dhe vëllezër, aleluja. Të gjitha këto janë për të rritur ne së bashku, për të shinjtëruar të gjithë së bashku dhe për të qenë gati, motra dhe vëllezër, aleluja, që të shohim lavdinë e Perëndisë në qiell. E falenderojmë Zotin. Unë do desha që të lexoj dhe unë diçka nga fjala e Perëndisë, vëllezër, aleluja, po në Veprat e Apostujve, kapitulli 2, pasi kanë marrë, motra dhe vëllezër, aleluja, frymën e shenjtë, ata që e pritën frymën e shenjtë ashtu siç i porositi Jezus Krishti kur u ngjit në qiell, që do t'ju dërgojë frymën e shenjtë, ai do t'ju drejtojë dhe do t'ju udhëzojë në jetën tuaj. Dhe në ditën e Pentekostisë zbriti fryma e shenjtë nga qielli, lavdi Perëndisë, dhe të gjithë ata që e prisnin në dhomën e sipërme, thotë, u mbushën me frymë të shenjtë. E falenderojmë Perëndinë. Dhe kështu filloi vepra e Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja, Veprat e Apostujve, kur fryma e shenjtë zbriti në të gjithë ata që e prisnin. Dhe thotë, motra dhe vëllezër, aleluja, në kapitullin e 2 në Veprat e Apostujve, në vargun 42. Ata ishin ngulmues në zbatimin e mësimit të apostujve, në bashkësi, në thyerjen e bukës dhe në lutje. Lavdi Perëndisë. Të gjithë ata që u mbushën me frymë të shenjtë, domethënë e gjithë bashkësia ku Zoti i kishte zgjedhur, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe ju dha porosi, ata ishin, thotë, ngulmues në zbatimin e mësimit të apostujve. Gjithçka që dëgjonin, motra dhe vëllezër, nga apostujt, ata ngulmonin në jetën e tyre që ta vinin në praktikë. Nuk është thjesht ta dim, motra dhe vëllezër, aleluja. Mund ta dim shumë mirë fjalën e Perëndisë, por nëse nuk e vëmë në praktikë
fjallën e Perëndisë, jemi motra dhe vlezër pa fryt. Nuk kemi fuqi, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk jemi të frytshëm që njerëzit të marrin. Prandaj thotë vinin në zbatim fjallën e apostujve, mësimin e apostujve. Sa e rëndësishme është, motra dhe vlezër, ta vëmë në jetën tonë, në praktikë, fjallën e Perëndisë. Për çfarë arsye, motra dhe vlezër? Zoti na thotë, ju jeni dritë në këtë botë. Ne, nëse na udhëheq fryma e Perëndisë, vlezër, aleluja, ne falenderojmë Perëndin, do kuptojmë që ne kemi një mision që jemi. Misioni që Zoti na zgjodhi nuk është thjesht vetëm shpëtimi, vlezër, aleluja, por njerëzit që na rrethojnë të shohin dritën, motra dhe vlezër, aleluja. Ashtu siç na përdori, motra dhe vlezër, aleluja, Zoti ne për çdo njerin që kishim afër, ashtu do të përdorë Zoti vazhdimisht të gjithë ata që shpëtohen. Për çfarë? Që të bëhet një shpëtim i madh në të gjithë njerëzit. Dhe kjo bëhet vetëm nëpërmjet frymës së shenjtë, duke zbatuar dhe vënë në praktikë fjalën e Perëndisë. Ky është misioni i çdo të krishterë. Nuk është thjesht të vijë në kishë, por të vërë në praktikë, në jetën e tij, atë çka Zoti na këshillon. Është shumë e rëndësishme ta studiojmë fjalën e Perëndisë, ta dimë fjalën e Perëndisë, që të mund ta vëmë në praktikë në jetën tonë. Nëse vërtet e dimë fjalën e Perëndisë dhe jemi të mbushur plot në frymën e shenjtë, atëre bëjmë atë për të cilën Zoti na ka thirrur të gjithë. Nuk duhet ta fshejmë, motra dhe vlezër, aleluja, atë talent që Zoti na e ka dhënë. Na ka dhënë të gjithëve Zoti nga një shërbes, motra dhe vlezër. Dhe këtë nuk duhet që ne ta fshejmë, por duhet ta vëmë në punë, që t'i shërbejmë, motra dhe vlezër, aleluja, kujt? Jo kishës, jo bashkësisë tonë, por të gjithëve atyre që na rrethojnë. Nuk duhet të jemi brenda për brenda kishës tonë, vlezër, por duhet të shohim që ne jemi dritë në këtë botë që na rrethon. Dritë do të thotë të shohim njerëzit në ne, Zotin Jezus Krishtin, dëmshurinë, mëshirën, dashurinë, motra dhe vlezër, aleluja, e falenderojmë Perëndin. Ky është misioni i të krishterit, vlezër, lavdi Perëndisë. Në bashkësi, ata ishin gjithmonë bashkë. Në bashkësi me njëri tjetrin. Bashkësia, motra dhe vlezër, nuk është një ditë e diel. Bashkësia është gjithmonë me vlezërit, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe kur ne jemi bashkë, prezenca e Zotit është fuqishëm në ne. Lavdi Zotit, dhe kur është prezenca e Zotit fuqishëm në ne, është e mundur për të bërë vullneti i Perëndisë. Që ne t'i qëndrojmë, motra dhe vlezër, aleluja, kurtheve të ligut. Sepse i ligu nuk do që asnjëri nga ne, motra dhe vlezër, të shpëtohet. Por Perëndia thotë, të gjithë atyre që e pranuan fjalën, na dha mundësinë, motra dhe vlezër, aleluja, të quhemi bijë të Perëndisë. Që të kemi mundësi të luftojmë, motra dhe vlezër, aleluja. Lavdi Zotit. Ishin bashkë, thotë. Në thyerjen e bukës, në përkujtimin e kësaj vepre të madhe të Perëndisë, në thyerjen e bukës, thotë, motra dhe vlezër, dhe në lutje. Qëndrojmë, motra dhe vlezër, aleluja, në lutje. Qëndrojmë, motra dhe vlezër, vazhdimisht dhe i lutemi Perëndisë, apo lutemi për vlezërit, motra dhe vlezër, i mbajmë në lutje vlezërit. Sa e domosdoshme është të mbajmë njëri tjetrin në lutje, motra dhe vlezër, aleluja. Sepse çdo njeri pëson, motra, aleluja, do pësohet, mund të bjerë, por lutjet e të shenjtëve, lutjet e të zgjedhurve, motra dhe vlezër, aleluja, e forcojnë besimin, e mbajnë të gjallë, motra dhe vlezër, aleluja. Prandaj kemi të domosdoshme që gjithsecili ne duhet ta sjellim në lutjet tona, Zot vllai, Zot, pa gjykuar, motra dhe vlezër, aleluja, se në gjendjen që është sot vllai, do të jem unë, do të jetë tjetri, do të jetë tjetri, por kur gjithë kisha e shikon dhe e kupton, motra dhe vlezër, aleluja,
Ne e ruajmë njëri tjetrin, ne e mbajmë njëri tjetrin, motra dhe vëllezër, sepse dashuria është ajo që do të na mbajë. Nëse kemi dashuri, vërtet do të lutemi për njëri tjetrin, motra dhe vëllezër. Nuk ka ndarje kur Zoti na thotë të duani armikun tuaj. Ku bëhet fjalë për ndarje, motra dhe vëllezër, aleluja. Kur Zoti na këshillon, duajni të gjithë, motra dhe vëllezër, lutuni për të gjithë njerëzit. Sa më shumë, motra dhe vëllezër, për vllajin dhe për motrën ne duhet të lutemi dhe të jemi në unitet me frymën e Perëndisë, në unitet me njëri tjetrin. Që të gjithë një mendje, motra dhe vëllezër, sepse mendja jonë është Jezu Krishti. E falenderojmë Perëndin. Dhe të gjithëve ju kishte urdhëruar dhe shumë shenja dhe mrekulli bëheshin nga dora e apostujve. Kur, motra dhe vëllezër, do t'i shohim të gjitha këto gjëra? Kur ne jemi në unitet me njëri tjetrin, kur ne e duam tjetrin më shumë se veten tonë, motra dhe vëllezër, atëherë do të shohim dorën e fuqishme të Zotit midis nesh. Atëherë do të bëhen mrekulli, motra dhe vëllezër, aleluja. Nëse ne nuk jemi në unitet me njëri tjetrin, nëse midis nesh ka ndasi, motra dhe vëllezër, aleluja, nuk mund të veprojë dot Zoti. Nëse ne shikojmë njëri tjetrin, motra dhe vëllezër, njërin më lart, njërin më poshtë, ka ndasi, motra dhe vëllezër, aleluja. Nuk mund të veprojë Zoti në një bashkësi të tillë. Prandaj na këshillon fjala e Perëndisë, ata ishin bashkë. Çdo gjë e kishin të përbashkët, ishin një familje, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe çfarë thotë? Ndodhte midis tyre, të gjithëve ju kishte urdhëruar dhe shumë shenja dhe mrekulli bëheshin nga dora e apostujve. Nuk bëheshin nga dora e apostujve sepse ata ishin të zgjedhur, por sepse që të gjithë bashkë, thot motra dhe vëllezër, ishin në unitet. Këtu është gjithë çelësi, motra dhe vëllezër, aleluja. Në unitetin që ne do të kemi me njëri tjetrin. Në këtë bashkësi, motra dhe vëllezër, aleluja. Nëse ne jemi vërtet një trup, që çdo gjymtyr i shërben këtij trupi, atëherë Zoti do të bëjë mrekulli, motra dhe vëllezër. Ky është misioni që Zoti do të bëjë në kishën e vet, dhe ky është misioni i çdo njerit nga ne që t'i shërbejmë, motra dhe vëllezër, njëri tjetrit. Por të gjithë ata që besonin, rinin bashkë, çdo gjë e kishin të përbashkët, dhe i shisnin pronat e pasuritë dhe u andanin të gjithëve, sipas nevojës të çdo njeri. Që do të thotë në një bashkësi, në një familje, nuk ishte ndasi, motra dhe vëllezër, aleluja. Njëri të kishte për të ngrënë dhe tjetri të mos ketë. Mundet të ndodhë kjo në familje? Nuk mundet, motra dhe vëllezër. Kjo është familja e madhe që Zoti na ka dhënë. Prandaj thot të gjithë çdo gjë e kishin të përbashkët dhe i ndanin, thot motra dhe vëllezër, midis njëri tjetrit pasuritë e tyre dhe nuk mungonte buka në bashkësi, motra dhe vëllezër. Dhe e dini sa ishte kjo bashkësi? 3.000 veta pranuan fjalën e Perëndisë. 3.000 veta, motra dhe vëllezër. Në një mendje të gjithë bashkë, në unitet të gjithë bashkë. E falenderojmë Zotin, vëllezër. Dhe çfarë bënin? Ngulmonin me një mendje të vetme çdo ditë në tempull. Shpeshherë na lind pyetja, pse Zoti nuk vepron, vëllezër, aleluja? Pse ne nuk shohim bekim? Pse Zoti nuk e mbush kishën? Pse Zoti nuk shohim, motra dhe vëllezër, aleluja? Kur lexojmë fjalën e Perëndisë, do shumë kujdes, vëllezër. Ku jemi ne me fjalën? Që të shohim dorën e Zotit të veprojë. Pse atëherë vepronte Zoti dhe tani nuk vepron? Cila është arsyeja, motra dhe vëllezër, aleluja? Shikoni si thot fjala e Perëndisë dhe shohim veten tonë në fjalën e Perëndisë. Në këtë pasqyrë që Zoti na jep, gjithë kishës, vëllezër, aleluja. Ata ngulmonin në një mendje të vetme. Jeni një mendje, motra dhe vëllezër, aleluja? Që të ngulmojmë që të gjithë për një gjë. Në një mendje të vetme, thotë, çdo ditë në tempull. Jemi çdo ditë, motra dhe vëllezër, aleluja, të gjithë bashkë. Jemi çdo ditë duke ngulmuar në fjalën e Perëndisë, vëllezër, që prezenca e Zotit të jetë në ne. Vetëm një e dielë, motra dhe vëllezër, nuk është e mjaftueshme.
Dhe një herë në javë, 2 herë në javë, nuk është e mjaftueshme, vëllezër, aleluja. Fjala e Perëndisë thotë ata ishin çdo ditë në templull. Edhe ata ishin njësoj si ne, motra dhe vëllezër. Edhe ata kishin familje, dhe ata kishin punë. Por thotë ata kishin kuptuar, motra dhe vëllezër, që gjëja më e rëndësishme në këtë zgjedhje që Perëndia bëri në ta, që bëri në ne, motra, është të jemi të gjithë bashkë. Të jemi në një bashkësi, motra dhe vëllezër, aleluja. E falenderojmë Perëndin. Dhe duke e thyer bukën nga shtëpia në shtëpi, merrnin ushqim me gëzim dhe me thjeshtësi zemre. Dhe duke e thyer bukën nga shtëpia në shtëpi, dhe në çdo shtëpi ishte dera e hapur, thot motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe mblidheshin bashkë edhe në përshpite e njëri tjetrit. Falenderonin Perëndin së bashku dhe tregonin gjërat e mëdha që Perëndia bënte në çdo njeri, motra dhe vëllezër. Mblidheshin në shtëpi, e falenderojmë Zotin, dhe më kujtohet dhe mua, motra dhe vëllezër, aleluja, në fillimet e besimit, mblidheshin në shtëpi, motra dhe vëllezër, aleluja, dhe tregonin gjëra të mëdha që bënte Zoti. Dhe vërtet Zoti na mbregullonte me mbrekulli që bënte në çdo njeri nga ne. Dhe ju tregonin vëllezërve dhe na tregonin vëllezëri, Zoti më tregoi këtë, Zoti më mori në një vegim, pash një vegim, Zoti më mori në qiell dhe pash qiellin e hapur, e falenderojmë për shumë mbrekulli, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe sot çfarë po ndodh? Dhe sot ka të tilla, motra dhe vëllezër, tregime që ne të shohim dhe të kuptojmë që vërtet, motra dhe vëllezër, ne jemi aty ku na ka vënë Zoti dhe Zoti është duke vepruar në ne. Duhet ta shohim, vëllezër, aleluja, çfarë po bëjmë, ku jemi, sepse ashtu si tha dhe vllai, ora e Zotit është afër. Ora e Zotit nuk do vi të na lajmërojë që ne të kemi mundësi të vimë në vete. Sot është ora e Zotit, motra dhe vëllezër, aleluja, që ne të mbledhim mendjen dhe të jemi në vete, motra dhe vëllezër, aleluja. Nëse Zoti do të vijë sot, jam gati, motra dhe vëllezër, aleluja. Si jam gati të shkoj në qiell? Jam gati. Kam falur, motra dhe vëllezër, kam mëshirë, kam dashuri për të gjithë vëllezërit. Kjo është bashkësia që kërkon Perëndia. Kjo është bashkësia që Zoti do që të veprojë, motra dhe vëllezër, aleluja. Zoti është plot me dhurata. E jeni, thot Zoti. Si mund të vëmë, motra dhe vëllezër, në Zot, në me njëri tjetrin? Si mund të marrim, motra dhe vëllezër, aleluja, nga trupi dhe gjaku i Krishtit, kur brenda në zemrat tona ka gjëra që nuk i pëlqejnë Perëndisë? Sa kujdes duhet të tregojmë, motra dhe vëllezër, aleluja, në jetën tonë. Ta ruajmë veten të pastër, motra dhe vëllezër. Ta ruajmë veten të pastër, thot Zoti, sepse trupi ynë është tempulli ku banon Zoti, motra dhe vëllezër, aleluja. Dhe nuk mund të banojë Zoti në një tempull ku ka urrëtie. Urrëtia nuk i shërben, motra dhe vëllezër. Askujt. Nuk mundet Zoti të veprojë, motra dhe vëllezër, kur midis nesh ka ndasi. Nuk mund të veprojë Zoti, vëllezër, aleluja. Prandaj çdo njeri duhet të shohë, para se të marrim nga trupi dhe gjaku i Krishtit, të shohim ku jam, motra dhe vëllezër, aleluja. Sepse midis jush thotë, motra dhe vëllezër, ka shumë të sëmurë dhe shumë vdesin, motra dhe, sepse nuk kuptojnë fjalën e Perëndisë. Nuk ecin sipas fjalës të Perëndisë. Jemi bërë vetëm dëgjues, vëllezër, aleluja, dhe nuk e vëmë në praktike atë që dëgjojmë. Është shumë e dhimbshme, vëllezër, aleluja, që të vijë Zoti të marrë kishën e vet dhe unë të mbetem këtu, motra dhe vëllezër. Është dhimbje shumë e madhe, për çfarë? Sepse nuk e fala dot vllai. Sepse nuk e fala dot motra. Prandaj Zoti na mëson, vëllezër, aleluja, e janë tek ku. Bushuni me frymën e shenjtë. Dhe ai që ka frymën e shenjtë, motra dhe vëllezër, nuk ka brenda tij ndasi zenga, nuk ka, motra dhe vëllezër. Ai që ka frymën e Perëndisë është i mbushur plot me dashuri, vëllezër. Këtu është ndryshimi i të krishterit. Që ai që është i krishter dhe ka vërtet frymën e Perëndisë është i ngjashëm me Jezus Krishtin. Ditë falë, ka mëshirë, motra, ka dëmshuri, është i mbushur plot, motra dhe vëllezër, aleluja. Ne falenderojmë Zotin. Dhe pyetja është, unë ku jam? Jam ashtu si çdo Perëndia? Këta do të ngjiten në qiell. Nuk do të vi të marrë kishën e lirë pentikostale, motra dhe vëllezër, të Elbasanit. Zoti, jo. As kishën e lirë pentikostale të Shqipërisë. Jo, vëllezër, aleluja. Do të marrë atë person
që është duke zbatuar fjalën e Perëndisë, që është i mbushur plot në frymën e Perëndisë dhe është motra dhe vëllezër ecën me fjalën e Zotit. Duke lavdëruar Perëndinë së bashku dhe duke gëzuar simpatinë e gjithë popullit. Populli i shikonte me simpati motra dhe vëllezër. Pse? Sepse një grup kaq i madh ishin një familje, ishin një mendje, ishin të gjithë bashkë dhe shikonin që Zoti vepronte në ta, që bëheshin mrekulli midis tyre, shikonte populli jashtë dhe kishte simpati motra dhe vëllezër. Ata janë bijtë të Perëndisë. Ata janë të zgjedhurit e Perëndisë. E falenderojmë Perëndinë. Prandaj duhet të ketë një ndasi vërtet motra dhe vëllezër, bijtë e Perëndisë, kisha e Perëndisë nga jeta përjashta motra dhe vëllezër. Ne nuk kemi asnjë gjë të përbashkët me jetën përjashta. Pse s'kemi gjë të përbashkët? Se që ande Zoti na nxori dhe na bëri një popull të veçantë, një popull për të bërë vepra të mira motra dhe vëllezër. E falenderojmë Perëndinë. Ky është populli i zgjedhur i Perëndisë. Për këtë Zoti na bën ftesë, ejani tek unë. Fryma e shenjtë vazhdimisht flet, ejani tek unë, unë ju dua, unë ju kam zgjedhur, ejani tek unë. Ti afrohemi Zotit vëllezër, aleluja, që Zoti të bëj vepër në çdo njeri nga ne dhe të jemi të përdorshëm për lavdi të Perëndisë. Amin. Zoti ta beqojë.